Çfarë është dallimi në mes të atij që e adhuron Allahun duke u bazuar në dituri, dhe dikush që adhuron Allahun duke u bazuar vetëm në trashëgim dhe gjëra që i ka dëgjuar më herët? Padyshim që adhurimi i Allahut është obligimi i çdo kujt nga ne. Dhe ai që e adhuron Allahun nga se e ka marrë këtë si trashëgim nga të parët e tij, nga prindët e tij, nga gjyshrit e tij, kjo është gjë shumë e mirë. Shumë e mirë. Dhe duhet të vazhdoj atë. Mirë po, kësaj trashëgimie që e ka marrë nga të parët e tij, duhet t'i ashtoj diturinë, të mësoj për Zotin e tij, të mësoj se si duhet ta adhuroj atë, nga se mund të ketë ndonjë gabim, mund të ketë ndonjë lëshim në atë çfarë ka dëgjuar nga të parët. Prandaj gjithmonë muslimani duhet të mësoj dhe duhet të di se si ta adhuroj Zotin e tij. Nga se kjo është qëllimi më i madh i jetës sonë, të adhurojmë atë, dhe ky është qëllimi primar i pranisë tonë në këtë dunjë, në këtë botë. Qëllimi primar i gjendjes tonë në këtë botë, që ka thënë Allahu, është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nuk i kam krijuar as gjinët e as njerëzit përveç që të më adhurojnë mua. Ti në këtë botë kështu, prandaj duhet ta mësosh fenë tënde, ta mësosh se si ta adhurosh Zotin tënd.